musliman i thot veti dhe jeton 45, 60, 70 saj ka vonë Zoti yme dhe kitë balë nuk e qetë në tokë për hatër të Zotit. Musliman dhe nuk e din xhamia ka kible. Musliman edhe i thu dikuj në fshat apo në qytet, a bën më tregu ka i bie kibla tek ju këto, thot e qka është ajo kible? Musliman, ku ka kështu musliman? Vëllezër dhe motra, Islami është madhështi o nuri o dritë, është dhurata më e madhe e Allahut për njerëzimin. Ama ka përgjegjësi dhe detyra, obligime. O musliman, nuk ka islam pa namaz, nuk ka tren ai cili ta bën rafsh, ose edhe vetë është qashtu, ose se ka kuptu halaj vetë namazin, ose se ka gale as për ty, as për veti. Për ndryshe, me shfletuar Kur'anin prej fletës të parë, që e këndojnë Fatihan deri në fund Kur'anit, gjeje një farz, një obligim prej të madhet Allah për rëpt të ti, që është përmendur më shumë se sa namazi. Gjeje, a duam ti e musliman që është danë Allahut dhe që është ka kërkuar dhe në ka porositur i dërguar i ti, apo duam ti e musliman që është danë koha bashkohore modernizimi dhe që është danë unë dhe egoja jonë me një shahadet për ditë që ka dera xhamis e pa i ras Zotit në sejdë dhe kur me pretenduar se shkon në xhenet.